Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ky është ushqimi sekret që rrit kujtesën, përmirëson shpejtësinë e trurit dhe rikuperon memorien. Ju ndodh shpesh të harroni ku keni vendosur çelësat e shtëpisë, makinës, telefonin ose syzet. Ndonse se më pas zbuloni se i keni të vëna. Kujtesa e dobët është një problem që prek miliona njerëz në të gjithë botën dhe që në përditshmëri mund të jetë me të vërtetë një kokçarje. Problemet me kujtesën janë gjithmonë në rritje me kalimin e moshës. Ato ndikojnë në nxitjen nga problemet e gjumit, stresi, depresioni, mungesa e vitaminës B, tiroidia, alkooli, duampirja dhe ilaçet. Në raste më të rënda, kujtesa e varfër nxitet edhe nga skleroza ose sëmundja e Alzheimerit. Në këtë video do të tregojmë edhe disa nga ushqimet më të mira të cilat kanë treguar se mund të ofrojnë një mbrojtje më të mirë për shëndetin e trurit. Në këtë video do të zbulojmë ushqimet që nevojiten për një mendje më të fortë sipas Healthline. Bajamet janë një produkt ushqimor shumë i rëndësishëm për fuqinë e trurit. Bajamet përmirësojnë kujtesën dhe fuqinë e trurit. Janë të pasur me antioksidantë dhe acide yndyrore omega 3, të cilat janë fantastike për kujtesën dhe për shëndetin e syve. Zhysni 5 deri në 10 bajame në ujë dhe të nesërmen i grini në mikser pa lëkurë. Masën e përfituar e zjeni duke bashkuar me një gotë me qumësht. Shtoni mjaltë dhe pini atë çdo ditë për 30 deri në 40 ditë. Rozmarina gjithashtu është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për fuqinë e trurit. Kjo bimë fantastike është ideale për kujtesën dhe për trurin. Zieni një tufë rozmarin në ujë për 5 minuta. Kulloni lëngun dhe shtoni mjaltin. Pijeni çdo ditë për 3 deri në 4 javë. Ju mund të përfitoni edhe një vaj esencial rozmarine duke nuhatur atë çdo ditë. Vaji i peshkut gjithashtu është shumë i rëndësishëm. Suplementet me vaj peshku përmirësojnë kujtesën dhe funksionin e trurit. Acidet yndyrore të vaji i peshkut parandalojnë formimin e pllakave të trurit që kanë lidhje me sëmundjen e Alzheimerit. Merrni 600 mg vaj peshku çdo ditë, ushqeuni rregullisht sa të keni mundësi me salmon, sardele, hareng dhe skumbri. Edhe frutat e pyllit janë një aleat i vërtet për shëndetin e trurit. Frutat e pyllit janë boronicat, qershit dhe manaferat, një burim i shkëlqyer i flavonoideve që përmirësojnë funksionin e trurit dhe të kujtesës. I konsumoni ato rregullisht për të marrë vlera më të mira. Ndër ushqimet më të mira për shëndetin e trurit sipas të dhënave janë avokado, panxar, lëngu i kockave të mishit, brokoli, selinoja, vaji i arrës së kokosit, madje edhe çokolata e zezë. Prezenca e shtuar e kakaos në përmbajtje të çokoladës, e cila është shumë e njohur për efektet e mëdha antioksiduese, i detyrohet një elementi flavonol që ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut në tru. Këto element më shumë gjenden te çokolada e zezë dhe gjithashtu mund t'i japin një performancë më të mirë të trurit. Zarzavatet. Të gjitha llojet e tyre janë të pasur me vitaminën B6 dhe vitaminën B12. Zarzavatet janë të rekomanduara si për moshat e reja, ashtu edhe për të rriturit. Arrat, gështenjat dhe në përgjithësi të gjitha llojet e farërave kanë ndikime të mira në shëndetin e trurit. Ndikimi i tyre në shëndetin e trurit i detyrohet prezencës së antioksidantit omega 3 dhe omega 6, por edhe magneziumit dhe tiaminës, të cilat njihen për funksionet e tyre njohëse. Frutat, të gjitha llojet e tyre, por më të rëndësishme janë manat dhe manaferat blu, por edhe rrushi i zi. Të gjitha këto në raport me trurin janë konsideruar si një superfrut. Vezët. Sa më shumë avancon mosha, aq më shumë truri fillon edhe të pësojë ndryshimet e tij. Për të evituar këtë problem të tillë, atëherë duhet të përpiqeni të konsumoni edhe ushqime sa më të pasur me element të rëndësishëm për shëndetin e trurit. Vezët, për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminës B12 dhe lektinës, ndikojnë shumë në kufizimin e këtij atrofizimi. Gjithashtu edhe kolina, e cila është një përbërës i kolesterolit, luan një rol të rëndësishëm në përmirësimin e kujtesës. Luan një rol të mirë edhe në drejtimin më të mirë të rekomandimeve të trurit. Në dietën tuaj mund të shtoni edhe drithrat. Në këtë kategori të ushqimeve, përfaqësuesi MNZ janë gruri, misri, orizi. Këto produkte, përveç se janë të këshillueshme në recetat dedikuese, janë po aq të mira në drejtimin e shëndetit të trurit.
Efekti pozitiv i këtyre ushqimeve detyrohet përmbajtjes së shtuar të acidit folik, vitaminës B6, tiaminës, të cilat nga ana tyre ndikojnë në përmirësimin e furnizimit të trurit me gjak. Sa më në moshë të jeni, aq më shumë rekomandohet që t'i konsumoni këto ushqime. Rukola. Studimet tregojnë se njerëzit që kanë një ose dy racione me ushqime të gjelbra në ditë kanë aftësinë mendore të diku 11 vite më të ri se ata që nuk i konsumojnë barishtet. Rukola është një nga barishtet më të mira të trurit, një barishte me dhuntin të shumta për shëndetin e mirë. Ajo është të përdorur kryesisht në sallata, por edhe gatuar krah perimeve të tjera. Ajo i përket familjes botanike që përfshin brokolin, lakrën dhe lule lakrën. Ajo ka elementë të mirë të vitaminës A dhe K që rregullojnë hormonet dhe janë të mira edhe për shëndetin e trurit. Boronicat. Ky frut i pyllit është një nga ushqimet më të mira për shëndetin e trurit. Konsumi boronicave ule rrezikun e Alzheimerit me 53%. Sipas studimeve të Healthline, të gjitha frutat e pyllit janë të mira për shëndetin, por boronicat janë më të pasur me flavonoide. Flavonoidet janë antioksidantë që mbrojnë trurin nga stresi oksidues dhe për më tepër forcojnë mjetet e komunikimit të qelizave të trurit. Boronica do të luajë një rol kyç në shfryrjen e organizmit dhe veçanërisht të barkut. Ato forcojnë kockat, përmirësojnë shikimin dhe janë të mira gjithashtu kundër kapslëkut. Ndër të tjera është zbuluar se njerëzit mund të përdorin boronicat për të përmirësuar aftësinë e tyre gjatë promovimit ose gjatë ditëve mjaft të rëndësishme. E verdha e vezës. E verdha e vezës përmban vitaminat të kompleksit B që përmirësojnë shëndetin e trurit. Këto vitamina forcojnë kujtesën, ndihmojnë në qelizat e trurit dhe komunikojnë në mënyrë efikase. Klasë të mirave për trurin, e verdha e vezës përmirëson memorien, lufton mbi peshën dhe është e mirë për grashtat zana. Vaj i ullirit. Shkencëtarët konfirmojnë se konsumi vajit të ullirit mbron aftësinë e kujtesës. Konsumi i përditshëm i vajit të ullirit ju ndihmon në menaxhimin e peshës suaj, të kontrolloni sasinë e sheqerit, të lehtësoni depresionin dhe të mbrojeni nga sëmundjet kronike. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për shëndetin e trurit është edhe salmoni. Ky peshk është i pasur me acide yndyrore omega-3 që janë thelbësore për shëndetin e trurit. Këto acide yndyrore paksojnë inflamacionin dhe stresin oksidues në tru. Ato gjithashtu kufizojnë tkurrjen e trurit si pasojë e moshës. Salmoni përmban vitamina si fosfori, zinku dhe kaliumi, si dhe grupi vitaminës B, riboflavin, niacin, tiamin, B6, folat dhe B12. Salmoni është i mirë për shëndetin kardiovaskular, për riparimin e indeve, funksionet të duhura të tiroides, lufton inflamacionin në nyje dhe ndërton inteligjencën dhe të vegjëlit. Arrat. Edhe arrat konsiderohen të mira pasi përmbajnë acid alfa-lineolike, një acid yndyror me bazë bimore. Ekspertët thonë se njerëzit që konsumojnë rregullisht arra janë më inteligjent dhe me mendje më të mprehtë. Por arrat ndihmojnë edhe në funksionet më të mira të trurit. Arrat, krahas të mirave që sjellin për trurin, përmbajnë gjithashtu edhe vitamina, që ushqejnë në flokun, luftojnë kolesterolin, luftojnë diabetin, madje gjithashtu edhe ofrojnë mbrojtje mjaft të mira për shëndetin e lëkurës. Kafeina gjithashtu mund t'ju ndihmojë në rritjen e vigjilencës. Ushqime të tilla të cilat përmbajnë kafeinë mund të jenë substanca energjike që ju ndihmojnë të përqendroheni. E gjetur te kafeja, çokolata dhe pjetë energjike dhe disa medikamente, kafeina ju bën që të jeni edhe më të përqendruar, më vigjilent dhe gjithashtu efektet e saj janë afat shkurtra. Sheqeri gjithashtu mund të rrisë përqendrimin. Sheqeri është një burim i preferuar i ushqimeve të trurit tuaj. Nuk bëhet fjala për sheqerin e tryezës, por për glukozën i cili trupi juaj mund ta përpunojë. Kjo është një arsye pse një gotë me lëng të freskët frutash mund të ofrojë një nxitje afat shkurtër të kujtesës. Hani mëngjes shëndetshëm. Përfshireni peshku në dietën tuaj dhe shtoni avokado, boronica dhe perime të ndryshme, të cilat do të ndikojnë pozitivisht në forcën e trurit tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.